të gjithë për kontributin e dhënë, të gjithë ish futbollistët e klubit futbollistik Tërnoci, të gjitha gjeneratave, stafin teknik me trajnerët, të gjitha kategorive, nga 76 të gjithë udhëheqësit e kryesisë së klubit futbollistik Tërnoci nga AND, të gjithë ata, të cilët e kanë mbështetur klubin tonë në forma të ndryshme, qofshin ata donator, sponsor, udhëheqës të organeve të ndryshme, e sidomos meriton diaspora jonë, qoftë në Zvicër, Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithandej që jetojnë të Tërnocësit dhe ata të cilët e kanë mbështetur këtë klub. Pra njëri falenderojmë nga zemër. Natyrisht, në këtë ditë të veçantë nuk duhet të harrojmë edhe ndoshta më meritoret që klubi e ka vazhduar traditën dhe e ka ardhur deri këtu ku jemi sot. Falënderim të veçantë i shprehim familjes së të ndjerit Recep Adili për kontributin e birit të tyre, i cili me hapjen e shkollës së futbollit të Tërnocit ka ngritur shumë gjenerata të cilat sot e kësaj dite bajnë favelet e klubeve, jo vetëm në rajon, por edhe klubeve me renome në arenën ndërkombëtare. Ju falenderoj. Natyrisht, nuk do të harrojmë asnjëherë edhe kontributin e presidentit të jashtëzakonshëm, të cilin e kishim në vitet 1996-1997, kur garuam në nivele tjera garash, pra kontributin e Ridvan Qazimit, i cili ishte president i klubit futbollistik Tërnoci. Për prezentin ka madhështore, përveç atyre që kanë kontribut direkt në klubin tonë, është radha t'i falenderojmë për të ardhur rëndë ditët e sotme për kontributin e tyre, e që edhe sot janë prezent, falenderojmë drejtuesit e pushtetit lokal të komunës së Bujënocit, të cilët përfaqëson kabineti kryetarit komunës, falenderojmë krerët e Këshillit Kombëtar Shqiptarët, zotëri Mustafa Mirserët e Venen, deputetit popullor Kambere, kemi këtu kryetarin e bashkësisë lokale zotëri Nishani, udhëheqësit e tifo grupit Agavarët dhe gjithë juve popullor e gjeni në zemër këtë familj 24 të cilët për vite e kanë gjërësitur gjelmoshet të anë më të mirë. Falenderit gjithëve. Red je da pozdravimo i čelnike Fudbalskog saveza za region Pčinjskog okruga u fudbalu sa predsjednikom saveza gospodinom Blagojem Tabašom i svi ekipe koje su ove godine i prethodnih godina učestvovale u ovom takmičenju. Za trenutak ćemo opraštati od ove lige i nadamo se da će naš fudbalski klub u bliskoj budućnosti naći tamo gdje mu je mjesto na višem nivou takmičenja. Hvala vam za prisutstvo, hvala vam svim ekipama koji su uvijek bile dobrodošle u Velikom Trnovacu, hvala i onima na gostoprimstvo gdje god je igrao naš fudbalski klub, hvala i sudijskoj organizaciji i delegatima, posebno hvala današnjem gostu u zadnjem kolu ekipu fudbalskog kluba Levosoje. Hvala vam još jednom. Tani të nderuar pranishëm, është rradha që t'i ftojmë ata të cilët këtë vit kanë mbajtur barën më të madhe në suksesin e klubit futbollistik Tërnoci. Edhe një herë pa haruar të gjithë ata të cilët e kanë përbërë kryesi viteve të kaluara, e dini se vitin para prak janë mbajtur zgjedhjet e reja në klub
me shras ka dalë edhe kryesia e klubit. Andaj, nuk do të humbim shumë kohë dhe do të ftojmë një nga një antarët e kryesisë të klubit për të madhështuar këtë ngjarje. Filloj, drejtori i klubit, Rëshid Ibrahimi. Ftojmë kryetarin e klubit futbollistik Tërnotsi, Jusuf Hasani. Të palonshmi, i cili gjithmonë ishte afër futbollistëve dhe stafi teknik Sabit Fetau. Ikonën e futbollit Tërnotas dhe ai i cili dha kontribut shumë për këtë fushë, por antarin e kryesisë Zotrin Nexhat Ramizi. Meren Qazimi, antari kryesisë të klubit Tërnotsi. Ilir Hasani, një nga antarët. Selim Selini. Dojnë Besfor Kjenozi, Botri. Buran Beljuli, i cili e Sulejman Halili, dhe Buran Shabani. Tash në një tjetër moment për të ftuar maskotën e gjithhershme thojse të klubit futbollistik Tërnotsi, të famshmi Buli! Se futbollistët kanë pësuar një ndihme, ka pasur dhe një nevojë për intervenca, andaj e ftojmë në këtë event edhe mjekun e klubit të futbollistik Tërnotsi, doktorin Visar Gjinshiri. Trajneri e kategorive të reja të klubit futbollistik Tërnotsi, Fuad Rexhepi, i cili të rëvëdhën e kjepë të flet pasteritit e në bajpare kryesore në këtë klub. Tani ka ardhur momenti i shpërndarjes së medaljeve. Natyrisht se ky ekip është dashur të shërbimet që të përgatitje në mënyrë që të jetë i gatshëm në çdo sfidë, qoftë të fushë, qoftë edhe si nisëse. Dojmë që i pari të pranoj medaljen nga kryesia e klubit, trajneri i klubit futbollistik Tërnotsi, Fuad Rexhepi. Më meritorët, ata të cilët kanë lënë pothuajse shpirtin në fushë, futbollistët, portierët dhe gjithë ata të cilët na kanë gëzuar dhe gjithsej nisët fitore në këtë kampionat. Ftojmë një nga këto futbollistët, Shaban Ramadani. Beton Zëgjiri.
Юнузи, Аламет Рамадани, Урин Алиев, Василий Юсуфу, Зардан Шакири, Петрик Эбили, Агинот Юнузи, Фатлум Джерадини, Владимир Беклуни, Hasan Bayrami, Bunyamin Yahiu, Devyan Zekiri, Endrit Suleimani, Putin Asani, Erman Yunuzi, Akin Limani, Yotrin Isieni, Yerim Isieni, Yerim Ramizi, Portierin Valan Ramadani. Të ndëruar pjesëmarrës, Tërnovci ka pasur portret të mirë, ka pas një mbrojtje të shkëlqyeshme, një mesfush fenomenale dhe një sulm super të mirë. E dini që për të fituar në secilën ndeshje duhet shënuar edhe gole. Andaj, kam derin që t'ju prezentoj gole shënuesin më të mirë të ligës. Golet dhe derin e klubit futbollistik Tërnovci, i cili në të kampionat ka shënuar 34 gola. Është njëkohësisht edhe kapiteni i ekipit Bujamin Xhamaini. Me qenë se buja për përjetën të Tërnovcit të të zhvilluar edhe në vetën e fundit, nga se karriera më të vazhdoj në Zvicër, kryesia klubit futbollistik Tërnovci je ka përgatitur një portret e specialisti për punë, një të nështruar të gjithë futbollistit e gjithë kryesia për kontributin e lojë. Por kjo nuk është me kaq. I të krane futbolskog saveza regiona Pčinjskog okruga slijedi nagrada za golgetera Lige Bujanina Xhamainija. Sada će predstavnik futbolskog saveza Blagoj Trabaš uručiti PR golgeteru Lige Buji. E kemi një shërbim tjetër, është kupa për portierin më të mirë, Vajo Ramadani, të cilin kryetari klubit njësër Bajrami. Tash kemi arritur në momentin më pikant, atë për të cilën ndrojnë shumë futbollit, është ngritja e trofeut për titullin kampion. Sada shleri taj trenutak povećanja i mnogih futboleri, a to je pitanje pobjedničkog pera koji će uručiti predsjednik Futbolskog saveza.
Valeriz, Mançmaj të vjetë para majtë Nazan. Mançmaj qka? Mançmaj, Valeriza.
Shikues të nderuar, jemi live këtu gjatë festimit të titullit të klubit futbollistik Tarnovci dhe pranë kam drejtorin e klubit, respektivisht kryetarin Jusuf Hasani, cilët janë përshtypjet. Pikëpari dua t'ja uroj gjithëve këtë kualifikim. Ka shumë gjenerata që kemi provuar shumë. Këtë tregon edhe gëzimi, se çfarë gëzimi ka fshati sot, po kena me garu një ligë manal. Shpresojmë që kështu të përfundojmë edhe vitin tjetër. Festa po tregon se çfarë gëzimi kemi sot. Dhe cilët janë prognozat për sezonin e ardhshëm? Tarnovcin Dhe planet. Tarnovci nuk është kërkon për pjesëmarrje, Tarnovci shkon me fitu. Edhe ligën tjetër po besoj që kemi me përfundu në krye. Shpresojmë edhe me këta futbollista që kemi, me përkrajen që do ta kemi pas pandemisë, që shpresojmë që të jetë edhe më e madhe, edhe Tarnovci padyshim se do të jetë në krye gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, urime gjithëve tarnovcazëve, urime, faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kryetari i klubit Jusuf Hasani, ndërsa ne derisa të marrim edhe një bashkëbisedues, jelojmë me pamjet e festas. Rikthehemi edhe me një bashkëbisedues, është ky portieri i klubit, i cili gjithashtu është edhe portieri i ligës. Po, faleminderit për juve për ftesën. Jem shumë emocionum. Me nxjerrje kena prit këtë ndeshje, këtë manifestim. Është një arritje shumë e madhe për neve. Faleminderit për kryesisë, faleminderit trenerit, faleminderit gjithashtu edhe lojtarëve, gjithashtu shkoni falënderim shumë i madh për Radio Televizionin Spektri që na ka përkrah çdo ndeshje si musafir, si vendas. Faleminderit shumë. Ndërsa përshtypjet e festës sotme? Përshtypjet janë shumë të mëdha, pa përshkruara se kena prit gjithë këtë festë madhe. Është një festë që 20 vjet e kam ndru. Edhe në fund ja arrita atë qëllimit që e kam pas si fëmijë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Po ishte ky shikues i nderuar Valen Ramadani, portieri i klubit futbollistik Tarnovci dhe portieri i ligës. Shikues i nderuar, pranë nesh kemi edhe goleshënuesin më të mirë të ligës, kapitenin e klubit futbollistik Tarnovci, Bonjamin Xhemailin. Cilët janë përshtypjet nga ky sezon i shkëlqyeshëm kur Tarnovci u shpall kampion? Përshtypja më e madhe të sezonit është dita e sotme, dita e shpalljes kampion. Ishte një aheng shumë i bukur, një atmosferë shumë e mirë, dy surpriza shumë të mira. Faleminderit për krejt lojtarëve kryesive për këtë dhuratë shumë të bukur që nuk e kam prit, ishte një surprizë shumë e mirë për mua. Ndërsa njëherë faleminderit nga federata për kupën nga goleshënuesi më i mirë i ligës, faleminderit të gjithë, njëkohësisht klubin futbollistik Tarnovci, të gjithë kryesinë e klubit, e gjithë më tej edhe agallart. Moderatori i kësaj ceremonisë tha që kjo është ndeshja e fundit, është e vërtet? Pak a shumë është e vërtet se karrierën time do vazhdoj në Zvicra që me të fejuarën, po do shohim. Edhe që me futboll ndoshta mund të bëhem. Domethënë keni emocione veçantë ndeshja e sotme? Shumë emocione veçantë që ndeshja e sotme, ishte emocion shumë veçantë për pak që nuk prikuan edhe lotët. Keni përvojë të gjatë për klubin futbollistik Tarnovci? Po, për klubin futbollistik Tarnovci është dikon nga 2010-a. Afër 10 vjet, 11 vjet, nuk do ta harroj kurrë këtë emocion. Në fund një arritëm qëllimit, jam shumë i kënaqur. Faleminderit shumë dhe suksese në të ardhmen. Faleminderit edhe nga ju sukses e klubit futbollistik Tarnovci, shpresoj që të garojnë në një ligë më lart. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte ky Bonjamin Xhemaili, goleshënuesi më i mirë i klubit futbollistik Tarnovci dhe i ligës rajonale të Pqinjës. Jelojmë edhe me pamjet të tjera të festës. Shikues të nderuar, jemi rikthyer edhe me një bashkëbisedues, është ky trajneri dhe kreatori i lojës dhe i këtij ekipi i cili u shpall kampion, Faruk Nazifi. Si ka qenë ky sezon, cilat janë përshtypjet dhe festas të sotme? Me të vërtetë përshtypjen e sot atmosferën ja ka vlej prej fillimit, sezoni që kemi filluar deri në fund. Kemi pas shumë suksese në ndeshje. Edhe prej 20 ndeshjeve, 19 kemi fitore, një humbje. Edhe ja përmëshis u kon.
Kështu që sot për shohmi se çka kemi bo. Me të vërtetë se na e kemi pritur që do të bëhemi kampion. Po që bëjmë këtë organizime edhe javën e kaluar kur u kthim prej Preshevës. Ajo na ka bërë edhe më të lumtur neve, se me të vërtetë kemi bërë një punë shumë të madhe. Unë jam shumë krenar me këtë djem, që meritojnë edhe shumë më shumë. Me kështë festa e futbollit. Me të vërtetë, siç kështë të thonë, këto djem meritojnë shumë më shumë se ka shumë talenta. Edhe këtë sezon çdo ndeshje e kanë kallëzuar veten se me të vërtetë janë futbollistat që kanë një të ardhme të ndryshme. Por neve është shumë e rëndësi kjo fitore, kjo kampionsi vjetë që jemi bo, se ne kemi filluar në vitin 2010-2011, sezonet të në Serbi, që 10 vjetë, to e di se çdo vit na bojnë me hile dhe na përsëri kemi gjetë forcë, mu shumë kohë me vazhdu. Edhe më në fund është problem. Por ato jam shumë krenar unë me këto djemë, se me të vërtet duhet me bo shumë më shumë për to. Edhe besoj që sot e kanë shpërbli edhe shikues, këtu mos harroj se kemi shumë njerëz mi falenderoj. Po unë kështu ti pa i përmend shumë emra, se programi duhet me shku vetëm për to. Po unë kisha ish trajnerët, ish futbollistët që kanë ndërë njerëz çdo 10 vitet e fundit, sidomos, se kemi shumë që kanë migruar nëpër Zvicër, Gjermani, Kanadë, çdo vit na kanë largu lojtar, kështu që më në fund arritën që ta bëjnë një ekip deri diku kështu, se kemi shumë lojtarë që na kanë dalë jashtë klubit futbollistik Tërnavci. Mos ta me thonë, ne jemi edhe shumë herët kampion, kush e kupton futbollin, se çdo vit prej shkollës futbollit Tërnavcit kemi pas lojtarë të U19, U21 derisa më edhe në ekipe natës Shqipërisë që kanë dalë me thonë prej kësaj shkollës futbollit. Kështu që ne pritim sukses dhe na përcjellni sezonin e ardhshëm. Besoj që do të bëjmë të lumtur edhe më tej. Shpresojmë në sezonin e ardhshëm edhe me përkrojën e tifozëve, të cilët për shkak të pandemisë kanë munguar. Ato shumë na kanë munguar, po me këtë ato kemi ditë gjithmonë që kemi mbrapa shpinës. Edhe jemi konë detyruar që të bëjmë edhe ndeshje të bukura edhe për ato, se te na nuk mjafton vetëm fitoria, ne duhet me bëjë edhe lojë të mirë. Në Tërnas nuk kënaqen njerëz vetëm kur fiton, a ki lojë të mirë edhe ta bëjnë në fund. Kështu që na jemi menduar edhe me lojë futbollin e mirë, edhe me fitu lojën. Besoj që e kemi rrit qëllimit. Kaq është unë. Faleminderit shumë dhe sukses. Faleminderit për juve. Edhe spektet gjithashtu i falenderoj shumë se na ka përcjellë çdo ndeshje, e ato meritojnë një falënderim shumë të madh. Sukses edhe juve. Shikues të nderuar, ishte ky trajneri Faruk Nazifi. Shikues të nderuar, ishte kjo ndeshja e fundit e sezonit të klubit futbollistik Tërnavci që zhvilloi sot kundër Levasojës dhe të cilën e fitoi me rezultat 3-0 dhe fundi i sezonit në të cilën u shpall kampion. Pam ndarjen e medaljeve dhe kupës për fituesin dhe me këto pamje ne po përmbyllim transmetimin e sotëm, duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen në emër të ekipit të Radio Televizionit Spektri. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miropafshim me pamje të reja dhe transmetime tjera të drejtë për drejta në sezonin e ri.